U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe me teme musafirët tanë të ftuar special që i kemi çdo mëngjes, çdo ditë nga e hënia deri te premten, ku flasim dhe trajtojmë tema të ndryshme. Agjencioni për Standard Halal është institucioni specializuar që vepron në kuadër të Bashkisë Fetare Islame në vendin tonë me qëllim të garantimit të produkteve dhe shërbimeve që përputhen me rregullat islame të konsumit. Dhe pikërisht për këtë temë, sot në studio unë kam të ftuar drejtorin e agjencionit të Halal Standardin, zotrin Driton Dikena. Mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit, zotri Dikena. Mirë se u gjeta, ju faleminderit shumë për ftesën. Realisht e ndjej për obligim që falenderoj edhe publikisht edhe juve si udhëheqëse e emisionit, por edhe udhëheqësinë e televizionit, të cilët gjithmonë kanë mbështetur aktivitetet të Bashkisë Islame përfshirë edhe të agjencionit Halal Standardit. Ju faleminderit. Cili një ideja për të krijuar agjencionin për Halal Standard në vendin tonë dhe cilët janë kompetencat e tij? Tani kur flasim për agjencionin e Halal Standardit, për Halal Standardin dhe halalin duhet bëjmë disa sqarime konkrete. Halali si koncept jete, si koncept ushqimi, ka lindur me Islamin, nuk është diçka e re. Mirë po me teknologjinë ushqimore, me zhvillimin e teknologjisë ushqimore, me kontaminimin e temase të produkteve ushqimore dhe jo vetëm, lindi nevoja e shoqërive muslimane që të themelojnë një standard që do të jetë paralelizëm e standardeve të tjera evropiane dhe ndërkombëtare, me qëllim që të luajë rolin e tij tepër të rëndësishëm në tregun ndërkombëtar për të certifikuar jo vetëm produktet ushqimore, por edhe ato shërbimet, financat, duke u marrë për bazë parimet kuranore. Është shumë mirë. Tashmë jeni bashkëthemelues të Asociacionit Evropian për Standarde Halal. Çfarë nënkupton kjo për agjencionin dhe veçanërisht për qytetarët? Për ne kjo është një arritje strategjike, për arsye se janë themeluar shumë agjencione për halal standarde, secila funksionon në bazë të parimeve që i vlerëson se janë të sakta, mirë po në nivel evropian nuk kemi një standard të harmonizuar. Shpesh ndodh sidomos në shtetet e Evropës që të bëhet korruptimi apo diskreditimi i halal standardit nga shoqata apo grupacione të ndryshme që japin halal standardit në mënyrë të paverifikuar mjaftueshëm si duhet, me çka kështu edhe humbet besueshmëria e qytetarëve, konsumatorëve në llogun e halalit tek produktet ushqimore. Themelimi i një asociacioni evropian të gjithë agjencioneve për halal standard, të cilët janë të institucionalizuara brenda shtetit të tyre, do të luftojë këto anomali të cilët janë momentalisht në treg dhe do të krijojë një trup unifikues në gjithë Evropën. Për ne është një privilegj që ne si agjencioni halal standardit të ndikojmë në mënyrë të drejtë për drejtë në politikat evropiane të konsumit të përditshëm. Mund të na thoni se a parashikohen bashkëpunime me vende tjera të rajonit ose edhe të Bashkimit Evropian në harmonizimin e standardeve? Po ne kemi bashkëpunime, që në themelimin e agjencionit për halal standard, ne kemi bashkëpunime të ndërkombëtare. Ne jemi antar të World Halal Council, jemi antar të SMIK-ut, një organizatë po ashtu ndërkombëtare, kemi bashkëpunim të shkëlqyer me Malezinë, me Indonezinë, me Turqinë, me shtetet ndryshme evropiane. Ne përgjithësit të agjencioneve të halal standardit, gjatë vitit gjithmonë takohemi një herë në vit në një shtet që e konsiderojmë si më të përshtatshëm edhe më afër për të gjithë që të marrin pjesë. Në mënyrë të tillë ne bashkëpunojmë shumë, mirë po tani me themelimin e këtyre trupave ndërkombëtar, vetëm e institucionalizojmë atë që me vite ne jemi të bashkëpunuar me njëri tjetrin dhe bashkëpunojmë në mënyrë të shkëlqyer, për shembull, tek ne çdo produkt që vjen prej Amerikës ose prej Evropë, nëse ngjej dyshim ndaj atij produkti, unë u paraqitem agjencioneve si motra në ato shtete dhe konfirmoj dyshimin nëse është i tillë apo jo. Pikërisht. A do të ketë ndikim Asociacioni Evropian edhe në eksportet e kompanive vendore?
Sigurisht se po, për arsye se ti kur je një organizëm ndërkombëtar, edhe besueshmëria ndaj asaj logoje, asaj etikete është më e madhe tek konsumatorët. Pastaj vetë asnjëherë asgjë s'mund të bësh, mirë po të bashkuar ne mund të ndikojmë shumë në disa politika evropiane të cilat e minojnë halal standardin. Kështu që ne mund të ndikojmë tani në Komisionin Evropian, në trupat teknik të këtyre komisioneve, të cilat kur i sjellin ligjet e tyre, kemë parasysh gjithmonë edhe interesin e muslimanit, qoftë si konsumator, qoftë si shërbyes i shërbimeve në këto shtete. Prandaj është e nevojshme bashkimi, për arsye se bashkimi gjithmonë e bën fuqi, edhe zëri jot është më i dëgjueshëm në arenën ndërkombëtare. Kështu që benefitet çfarë do t'i ndjejnë qytetarët do të jetë ajo se qytetarët do të mund për shembull tani të kenë një etiketë shumë të besueshme dhe gjithnjë më tepër do të luftohen anomalitë të cilat paraqiten. Tani ta bëjmë dije se halal standardi si halal standard, domethënë si mori rregullash moderne, por të mbështetura gjithmonë në të drejtën e shariatit, është shumë i ri, domethënë tani asoj duhet një kohë për të pjekur, për të harmonizuar, për të njohur njëri me tjetrin dhe themelimi i këtyre trupave ndërkombëtar, jo vetëm që na ndihmon neve drejt për drejt, por drejt për drejt do të ndihmojë edhe konsumatorëve, besoj. Pasi që ju jeni drejtori i agjencionit të halal standardit, mund të na thoni se cilët janë hapat që një kompani duhet të ndjek për të marrë certifikatën halal? Domethënë duhet një fillim njërë ta ketë dëshirën e pastër që të dëshiroj që kompania e saj të certifikohet me standardin halal. Pjesa tjetër është teknike, domethënë janë disa procedura që në bashkëpunim me profesorë të teknologjisë ushqimore, me përfaqësues të laboratorive të ndryshme, bëjmë kontrollin dhe certifikimin e çdo produkti të cilin e prodhon ajo kompani. Si proces është pak, domethënë, i vështirë, mirë po jo i pamundur. Ata deshta të them, është një proces i ndërlikuar apo jo? Domethënë nuk është i ndërlikuar, kërkon shumë transparencë, kërkon shumë sinqeritet nga ana e prodhuesit. Për arsye se nëse prodhuesi në momentin e saktuar kur auditorët e halal standardit gjenden në brenda kompani është transparent dhe insinqert me ato, domethënë ne i minimizojmë, thuajse i bëjmë jo ekzistente probleme që mund të na ndodhin në të ardhmen. Kështu që sinqeriteti dhe transparenca ndaj auditorëve e lehtëson shumë procedurën, domethënë nuk është thuaj se procedurë shkeleshko, është pak e mërzitshme, mirë po është e realizueshme dhe unë me kënaqësi mund të them se gati ke 80 kompani në Maqedoni e kanë implementuar këtë halal standard, 20 të tjera janë veç në procesin e sipër. Tani edhe Ministria e Ekonomisë ka hap subvencionimet për kompanitë të cilët i mbulon një pjesë të harxhimeve të kompanisë, ato të cilët e certifikojnë halal standardin, prandaj edhe këtu publikisht u bëj thirrje kompanive që të futen në sistem edhe të marrin një pjesë të shpenzimeve për halal standardin. Kështu që besoj që mirë është. Mirë është. Atëherë, a ndikon çmimi i certifikimit në kompaninë vendore? Nëse e ke parasysh për domethënë shumën që duhet kompania ta paguajë ndaj agjencionit. Unë sapo thash se një pjesë konsiderueshme të atyre harxhimeve ja mbulon Ministria e Ekonomisë. Domethënë për Bashkinë Fetare Islame, për agjencionin për halal standard, fitimi asnjëherë nuk është prioritet. Prioritet është që produkti të jetë halal, produkti të plotësoj kushtet e halalit. Ndërkohë që domethënë çmimi është mundohemi të jemi në relacion me tregun momentalisht. Kemi pas politika shumë strategjike që kemi lidh marrëveshje me shtetin dhe shteti e ka dëgjuar këtë kërkesën tonë dhe i mbulon harxhimet. Domethënë nuk besoj se ndonjë kompani mund t'i thotë jo implementimit të halal standardit për shkak të çmimeve të cilët i parasheh agjencioni, për arsye se nuk janë çmime të papërballueshme për një kompani që punon, sidomos për një kompani të cilët sfidim ose qëllim e ka tregun e jashtëm. Domethënë çmimet janë të tilla të tregut, mirë po unë mendoj se kompania fillimisht duhet pranoj me vetë, duhet ta sqaroj me vetë nëse dëshiron të punojë sipas parimeve halal, të tjerat janë vetëm
si të procedurë. Zotri Dikena, mund të na thoni se çfarë ndodh nëse një kompani e certifikuar halal bie në shkelje të standardit? Ne edhe gjatë marrëveshjes, domethënë edhe gjatë edukimit personave kyç që janë në procesin e prodhimit, por edhe gjatë nënshkrimit të marrëveshjeve, kemi nene specifike se çfarë ndodh me një kompani të cilët e shkel halal standardin. Dhe unë gjej një kënaqësi të jashtëzakonshme që deri tani nuk ka një kompani e cila e ka marrë halal standardin dhe e ka diskredituar, e ka korruptuar halal standardin, besimin e ka korruptuar. Për arsye se kompanisë sinqerisht në bazë të neneve parashikuese në kontratë më lehti vjen të shkeli të gjithë ligjet pozitive që janë në shtet sa të shkeli parimin e halalit. Pse? Për arsye se një moment ne si agencion në atë moment kur ne vrejmë se kompania e ka shkelur parimin e halal standardit, ne si agencion jemi detyruar që të dalim një preskonferencë publike, të bëjmë dije qytetarëve se logoja në këtë kompani tani më nuk është halal dhe qytetarët duhet mos i besojnë me kësaj kompanie. Ajo ka edhe një pjesë të konsiderueshme, domethënë të dëmit material që e ka thy besimin, domethënë ta dëmshpërblim material që duhet për domethënë diskreditimin e parimit të halal standardit, ndërkohë që një ndër dokumentet që cilët duhen gjatë implementimit në kompani të halal standardit është se cilët janë tregjet e asaj kompanie në nivel, domethënë jo vetëm vendor, por edhe në nivel rajonal, ballkanik, evropian dhe botror. Dhe atëherë ne u çojmë një letër të gjitha agjencioneve si Modra në të gjithë këto shtete dhe u bëjmë dije se kësaj kompanie tani merret halal standardi. Agjencionet tona si Modra pastaj u paraqiten si them dhomave ekonomike të shteteve të tyre dhe kërkojnë që ato produkte të kthehen në vendin e origjinës. Unë nuk besoj se një kompani për një diçka, domethënë për një diçka do ta kishte rrezikuar tregun e vet ndërkombëtar, të cilët me vite ka punuar për të arrijë deri atje, kështu që janë jashtëzakonisht shumë të kujdesshëm në parimin e halalit, edhe kjo më krijon mua kënaqësi, nëse për shembull te disa kompani ajo është për çështje besimi, dorë në zemër, po, të disa është çështje frike, mirë po gjithsesi, domethënë pavarësisht kush është arsyeja e kompanisë që tregohet shumë e sinqertë dhe shumë transparente ndaj halal standardit, në të dy rastet mua më bëhet qefi që të cilët nuk nuk kanë ndodhur deri tani. Përveç kësaj pjesës që ju e thatë ju merret certifikata e halalit, ka masa tjera ndëshkuese dhe kush jep ato masa? Agencioni halal standardit është përgjegjës për ato. Gjithë nga ju. Për arsye se ne si agencion, domethënë jemi themeluar në gjykatën e Shkupit si agencion për halal standard, në kuadër funksionojmë si pjesë përbërëse e Bashkisë Fetare Islame. Ne jemi, domethënë logoja e halalit është e siguruar si e drejt pronësore e agencionit për halal standardin. Logon halal askush nuk mund të shfrytëzoj pa lejen paraprake të agencionit të halal standardit, edhe pse kemi disa tentime nga kompani jo serioze, mirë po në momentin kur e vrejmë në treg, më njëherë reagojmë në kohën e dur. Mu më vjen shumë mirë. Unë jam shumë i kënaqur për arsye se inspektorët më të mirë janë konsumatorët. Besimtarët muslimanë. Për arsye se ato sa po shohin një logo tek një produkt të cilët mendojnë se është i dyshimt, më njëherë dërgojnë fotografi në agencionin për halal standardin për ta vërtetuar se nëse është e vërtet. Kështu që nuk besoj se ndonjë institucion tjetër mund të ketë 200 milion inspektor të cilët për çdo ditë i ke në tregun e tregun. Edhe kjo më krijon shumë kënaqësi dhe do të kisha dashur që të punohet më tepër në edukimin që qytetarët janë ato që do t'i paraqesin paqartësitë, për arsye se sado që inspektor ose kontrollor ne të kemi brenda agencionit, s'u arrin qëllimin se sa mundet të arrihet nëpërmjet popullatës. Ku vetë ne mund të jemi inspektor. Po, ti je inspektor i asaj se çfarë konsumon brenda vetvetes. Për arsye se ne realisht kemi disa kontrolla brenda vitit që ja bëjmë kompanisë, kemi kontrolla të rregullta,
kemi kontrolla edhe jo të rregullta, për shembull, pa paralajmërim, vetëm shkojmë dhe e kontrollojmë. Shpesh marrim produkte të certifikuara nga raftet e marketeve dhe i çojmë në laboratori për ta dëshmuar nëse ai produkt është ai i njëjti të cilin ne e kemi certifikuar. Deri tani, domethënë, është gjithçka në rregull, mirëpo zakonisht më bëhet shumë qefi kur kam qoftë edhe kërkesë për ta konfirmuar nëse kjo logo është, qoftë edhe një kritik, po pse e ke bërë këtë, për arsye se në të dy rastet unë merrem me produktin, me kompaninë, edhe e vërtetoj nëse ka një lëshim ose është ashtu tamam si duhet. Mund të na thoni se çfarë nënkupton standardi halal? A ka të bëjë ky standard të themi vetëm për ushqime apo edhe me produkte të tjera? Dhe standardi halal tek ne kur flasim, domethënë tek ne më njëherë të shkon te derri edhe te alkooli. Përkundrazi, kjo është një pjesë shumë e vogël e halal standardit. Halal standardi, domethënë, është një stil jete, është një islamjet i përditshëm. Ajo nuk ka të bëjë vetëm me produktet ushqimore, ajo ka të bëjë edhe me mënyrën, domethënë, se si vishesh, ka të bëjë edhe me mënyrën financiare, ka të bëjë edhe me turizmin, ka të bëjë edhe me produktet e bukurisë, ka të bëjë edhe me produktet e farmaceutikës. Domethënë, çdo musliman i cili është i obliguar që i respektoj parimet kuranore të çdo sfere të jetës së tij gjatë islamjetit të përditshëm, halal standardi është aty dhe ne kemi rregullore thuajse për çdo sferë. Domethënë ne në kompaninë tonë kemi domethënë edhe fabrika, domethënë të cilat janë prodhuese produkteve ushqimore, po kemi edhe hotele, domethënë kemi edhe shërbimet e tjera. Domethënë tek ne ala nuk ka arri ajo domethënë që është në Shtetet Arabe, të fillojnë certifikohen për shembull me halal standardin edhe qerdhet, edhe shkollat, të fillojnë certifikohen për shembull edhe financat, do të kishim dashur të arrihet një marrëveshje mes Bankës Popullore dhe Bashkisë Fetare Islame që bankat fillojnë të japin edhe domethënë fonde ose fonde halal, domethënë. Mirë po këto ndoshta me kohë, domethënë ne si agencion punojmë gjatë gjithë kohës, mirë po ka shtete të cilat i certifikojnë domethënë qerdhet, shkollat, kuzhinat popullore. Kështu që tek ne kur shkon një drejtori i shkollës i treguosh se ti duhet të certifikohesh me halal standardin, ajo ka shumë pika kritike brenda çdo shkolle për sa i përket asaj. Mirë po ala nuk e kemi atë vetdijen dhe shpresojmë se me emisionet të këtilla do të ndikojmë që edhe ne të edukohemi, ndërgjegjësohemi më tepër mbi këtë çështje. Pikërisht, si mund ta njohë të themi një konsumator i thjesht nëse një produkt është më të vërtet halal apo mjafton vetëm një certifikat e tillë të ketë një logo të halalit? Jo, teknologjia ushqimore është e pamëshirshme. Ato thuajse kanë kontaminuar një pjesë dërmuese të produkteve. Edhe kjo ishte një ndër arsyet, domethënë, që filluan të paraqiten agencionet të halal standardi si trupa profesional të cilët do të merren me këtë. Nëse më herët është përmendur derri, ajo ka qenë vetëm në produktet e mishit të cilën për bazë kanë pas derrin. Ti sot derrin për shembull nëpërmjet aditive, nëpërmjet emulgatorëve, nëpërmjet aromatizuesve, nëpërmjet domethënë konservansëve, e ke thuajse te produktet e bukës, te produktet e kozmetikës, te produktet ëmbëlsira të ndryshme, te pijet. Thuajse i ke edhe tek serviset me të cilën ne ushqejmë për çdo ditë. Kështu që domethënë njeriu nuk mund të bëhet, çdo njeri nuk mund të bëhet ekspert i teknologjisë ushqimore, ekspert i emulgatorëve, aditivëve. Atyre ju mbet vetëm që ta besojnë logon halal. Mirë po unë do të kisha dashur që qytetarët më tepër të jenë aktiv kur të futen nëpër markete, kur të futen në furra, të pyes a e kanë halal standardin? Për arsye se sigurisht do pyesësh tani çfarë kërkon halal standardi te furra. Te buka. Një pjesë aditive të bukës kanë priardhje prej flokëve të njeriut. Kështu që domethënë njeriu nuk mund t'i njoftë të gjithë këto. Mirë po duke kërkuar logon, duke komunikuar për çdo ditë me agencionin e halal standardit, duke u edukuar me njëri tjetrin, domethënë njeriu mund të fillojë të konsumojë domethënë më lirshëm produkte.
Atëherë mund të na thoni se cilët janë rreziqet më të zakonshme të cilat mund të përballen konsumatorët kur nuk kanë qasje në produkte të certifikimit halal? Mund të hajnë ushqime të kontaminuara. Ai është rreziku i parë. I parë. Dhe besimi lind në zemër. Njeriu duhet të ndërgjegjësohet për arsye se ndërgjegja e njeriut fillon nga përzgjedhja. Dhe nëse njeriu arrin të përzgjedh atë e cila i përshtatet zemrës së tij, atëherë do të mundet që halal standardi të marrë atë formën e duhur brenda përditshmërisë së çdo muslimani. Agencioni sa do qoftë të punojë, ti nuk do të mundesh asnjëherë në asnjë kohë të certifikosh të gjithë produktet të cilët janë në treg. Kështu që qytetarit i mbet vetëm që të arrisë në ndërgjegje, në përzgjedhje, në relacion me besimin që e ka në zemër. Pikërisht, a ka ndonjë aplikacion ku qytetarët mund të kontrollojnë produktet apo kompanitë e certifikuara? Ne veç tani jemi duke përfunduar një aplikacion brenda telefonave celular, të cilin nëpërmjet barkodit do të mund të verifikojë produktet e certifikuara halal. Mirë po, këto do të mund t'i bëjmë vetëm për produktet që janë në kuadër që janë prodhuar në kuadër të Maqedonisë. Ky aplikacion nuk mund të jetë i vlefshëm edhe për shtetet e tjera. Asnjë qytetar nuk mundet të downloadojë të gjitha aplikacionet e çdo shteti brenda telefonit, se do të ishte e pamundur. Pastaj edhe pazari dritor, nuk do të ishte 15 minuta apo 30 minuta, do të ishte 4 orë të tëra aty nëse duhet skanosh çdo barkod. Kështu që do duhet më tepër, domethënë, ta kenë besimin te logoja e halalit. Kjo është ajo për cilën ne si agencione punojmë, kjo është arsyeja që ne kemi arritur të themelojmë edhe trupa ndërkombëtar me qëllim për të unifikuar me qëllim për të arritur besueshmërinë tek qytetarët. Në pikërisht, dhe në fund, zotëri Dikene, nëse mund të na thoni një mesazh për konsumatorët që kanë paqartësi të themi rreth halalit. Unë dua t'i siguroj qytetarët për arsye se në atë produkt të cilën e shohin një logo halal, dua të dinë se ajo nuk është vetëm një etiketë. Aty është një garniturë e madhe njerëzish, përfshirë teknolog ushqimor, përfshirë ekspert të fushave të ndryshme, përfshirë edhe ekspert të laboratorisë, të cilët kanë punuar minimalisht 6 muaj deri në 1 vjet në një kompani për të arritur më në fund të qëllimit që ai produkt të jetë halal. Mirë po ashtu do t'i kisha lutur qytetarët që të komunikojnë me ne, të na pyesin, të na kritikojnë, gjithçka që shohin në treg të na dërgojnë, për arsye se vetëm atëherë vihet në lëvizje komplet struktura dhe ne do të arrijmë që të krijojmë një besueshmëri pak më të madhe ndaj halal standardit. Kështu që do t'i kisha lutur qytetarët të jenë më bashkëpunues, më kritikues, me qëllim që të arrijmë atë produkt i cili i përshtatet besimit tonë. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit e Ritmi i ditës në këtë mëngjes që treguat shumë për këtë agjencion, si dhe qytetarët tani më janë të vetëdijshëm për atë se ku mund të drejtohen. Faleminderit shumë edhe një herë për ftesën. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për ditën e sotme që kishim përgatitur Enkas për ju, duke ju sjellur biseda të ndryshme, materiale të ndryshme, si dhe në pjesa e dytë e emisionit ishte me të ftuarin ton me rektorin Universitetit Nën Teresa, si dhe i ftuari i dytë në emisionin ton ishte Driton Dikena, drejtori i agjencionit të standardit halal. Kjo ishte e tëra për ju që kishim përgatitur dhe shihemi edhe ditën e nesërme. Mirëmbëjtje.